Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka uruar Albin Kurtin për fitorin e arritur në zgjedhjet e së dielës në Kosovë, duke konsideruar rezultatin e vetvendosjes si një mandat të rëndësishëm të dhënë nga qytetarët. Në mesazhin e tij, Rama thekson se mandati konfirmuar nga populli i Kosovës duhet të shndrohet në sukses dhe mbarësi për Kosovën, si dhe për forcimin e marrëdhënieve vëllazërore mes dy shteteve. Në reagimin e tij publik, Rama shpreu urimin që ky mandat i riqeverisës të kontribuojë në stabilitetin institucional dhe në avancimin e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Kosovës, duke mbyllur mesazhin me një urim simbolik për të ardhmen e përbashkët. Ndërkohë, në daljen e parë për media pas publikimit të rezultatit paraprak, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti u pyet lidhur me hamendësimet se Edi Rama kishte punuar para zgjedhjeve kundër fitores së tij. Spekulimet u nxitën nga takimi që kryeministri shqiptar zhvilloi në Hag me ish presidentin Hashim Thaçi. Duke u përgjigjur kësaj pyetje, Kurti u shpreh se është i gatshëm të punojë për forcimin e gjithanshëm të marrëdhënieve me Shqipërinë, duke lënë pas interpretimet politike dhe duke vënë theksin te bashkëpunimi institucional dhe interesat e përbashkëta mes dy vendeve. Urime për zgjedhjen kanë përcjellë edhe autoritetet të tjera të larta shqiptare. Presidenti i Republikës Bajram Begaj deklaroi se qytetarët e Kosovës kanë shprehur vullnetin e tyre demokratik për institucione të reja dhe u shpreh se kjo votë duhet të shndrohet në përgjegjësi institucionale për një të ardhme të begatë, të drejtë dhe europiane për Kosovën. Edhe ministrja e jashtme Elisa Spiropali vlerësoi procesin zgjedhor dhe përgëzoi lëvizjen vetvendosje dhe Albin Kurtin për fitoren, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit politik dhe bashkëpunimit rajonal në vijim.